e profesionalizuar në fushën e arsimit është një siguri e lartë për vetë shkollën. Dhe mendoj se ky është ai elementi kyç i cili e dallon një shkollë të tillë nga një shkollë që është shkollë thjesht private e cila është pronë e një ose dy personave. Shkolla në fjalë, vizionin e saj e ndërtoi në bazë të kërkesave të nevojshme e të domosdoshme për një arsim cilësor. Pikërisht, një vizion të qartë i cili është zhvillimi maksimal dhe i lirë i secilit nxënës në përputhje me aftësitë individuale, psikike dhe në pajtim me kërkesat e shoqërisë së dijes. Dhe vizioni përherë ishte i lidhur ngushtë me filozofinë e saj, kështu për të shndruar në një organizatë të madhe të nxënit. Shkolla jonë duhet të jetë një organizat e fuqishme e të nxënit dhe të prodhimit të dijave. Sepse vetëm nëse shkolla jonë shndrohet në një organizat të fuqishme të dijeve dhe të prodhimit të dijeve, kjo mund të sfidojë të gjitha ndryshimet të cilat ndodhen në mileniumin e tretë dhe në shekullin 21. Shkolla ka edhe misionin e saj, mision që secili nxënës të mësoj, të di, të veproj dhe të mbijetoj, të bashkjetoj me të tjerët, të nxë gjatë gjithë jetës, të transformoj veten dhe shoqërinë. Ky është obligim që merr shkolla për të kontribuar arritjes së vizionit. E siç e dim, misioni është përshtatje e qëndrimeve të miratuara nga UNESCO për arsim në shekullin 21, të cilat shkolla vazhdimisht provon të jetësoj. Objektivat dhe synimet tona kanë qenë të larta, pra është fjala për pritshmëritë e larta dhe unë mendoj se jemi në rrugë të mirë që të jetësojmë ato, mirë po akoma nuk besoj se i kemi jetësuar. Pra shkolla duhet të punoj për një periudhë pak më të gjatë, ndoshta duhet të punoj edhe me dekada për të parë se a ka arritur vërtet rezultate. Gjeneratat e nxënësve të cilat kanë filluar shkollimin këtu duhet të mbarojnë edhe shkolla tjera, duhet të punësohen dhe vetëm atëherë do të mund të shohim në mënyrë objektive se cili ka qenë vërtet roli ynë në arsimimin e tyre dhe sa kemi arritur që të ndikojmë në rrugën e tyre jetësore. Nëse kemi arritur, nëse ata fëmijë do të jenë profesionistë të suksesshëm në çfarëdo fushë, atëherë konsideroj se mileniumi mund të thotë se i ka arritur synimet e veta dhe se është realizuar ai vizioni ynë që e kemi definuar me rastin e themelimit të shkollës. Vërtet, objektivat dhe synimet të mëdha kërkojnë së pari një përzgjedhje të personelit për gatishmëri dhe inovacione. Këtë më së miri e thot pedagogu ynë. Jemi në rrugë të mbarë që të realizojmë këto objektiva dhe këto synime, sepse kemi bërë një përgjithje të mirë të kuadrit mësimor, të personelit mësimor, personeli i cili është i trajtuar për zbatimin e metodologjive të reja të mësimlanis. Është personel i cili për herë është në gjendje dhe tregon gatishmëri për aplikimin e inovacioneve dhe risive, jo vetëm në fushën e mësimlanis, por edhe në fushën e planifikimit, në fushën e vlerësimit, në fushën e organizimit të aktiviteteve të lira, zhvillimit të projekteve të ndryshme dhe të zbatimit të metodologjive të reja. Shkolla tashmë funksionon lirshëm në 2 objekte të ndara, njëri për ciklin e ulët dhe tjetri për atë të lartë. Mësimi këtë vit organizohet në gjithsej 25 paralele, me 497 nxënës, prej të cilëve 286 nxënës në klasat e para deri në klasat e 5-ta, ndërsa 213 nxënës të klasave 6-ta deri në klasat e 9-ta. Në shkollë, puna zhvillohet sipas kurrikulit të Kosovës, duke i shfrytëzuar të gjitha mundësitë për qasje inovative dhe duke përcjell dinamikën e ndryshimeve kurrikulare në Kosovë, duke përplotësuar dhe ndryshuar aty ku e kërkon nevoja, për të vetmin qëllim, që nxënësi të krijojë shkallësi komunikimi dhe shprehi pune.
Misioni i shkollës sonë ka për qëllim zhvillimin e shkaqësive të komunikimit, natyrisht të kulturës gjuhësore në përgjithësi, siç janë përvetësimi i dijeve më të mira të artit të lexuarit dhe të shkruarit. Njëra ndër pikërëndesat e cila garanton suksesin dhe realizimin e objektivave të kësaj shkolle është edhe menaxhimi. Në bazë të statutit dhe të vendimeve të organeve gjegjëse, në shkollën Mileniumi 3 veprojnë organet qeverisëse